Në kuadër të ditës ndërkombëtare të infermierit, urdhri i infermierit Qarku Korç organizoi një aktivitet për të vlerësuar punën dhe kontributin e infermierëve në shërbim të komunitetit. Në fjalën e saj, presidentja e urdhrit të infermierit për Qarkun Korç, Delantina Mulla, theksoi se kjo ditë është jo vetëm një moment vlerësimi, por edhe reflektimi mbi rolin jetik që kanë infermierët në shërbimin shëndetësor. Ajo vuri në dukje disa nga sfidat kryesore me të cilat përballen sot profesionistët e kujdesit shëndetësor, duke kërkuar më shumë mbështetje dhe kushte të denja për punën e tyre. Është një ditë kur gjithë bota përulet dhe nderon një profesion kaq të çmuar, madje më të paçmuarin, do thosha. Këshilli Ndërkombëtar i Infermierëve, në raportin e publikuar në vitin 2025, ka nxjerrë në pa shumë sfida që përballen sot infermierët. Mungesa e infermierëve, ka nxjerrë në pa kushtet e vështira të punës, si dhe orët e zgjatura të punës. Ndaj dhe unë sot si urdhri i infermierit bëj thirrje për paga më të drejta, për nivel arsimor cilësor, për kushte më të mira dhe për përfshirje në vendimarrje. Infermierët tanë janë ardhmja jonë. Kujdesi për infermierët forcon ekonomitë. Kjo tregon më shumë për rolin jetik që kanë infermierët sot në shërbim të sistemit shëndetësor. Gjatë aktivitetit u dhanë certifikata mirënjohje nga urdhri i infermierit të Shqipërisë për disa prej infermierëve të Qarkut Korç si vlerësim për punën, sakrificat dhe përkushtimin e tyre të vazhdueshëm në shërbim të pacientëve dhe komunitetit.